214 milion lek. Kjo është shifra që qeveria shqiptare ka shpenzuar për projektin e quajtur biletaria online për sitet kulturore. Në nëntor të vitit 2025, 10 faqe zyrtare lajmëruan nisjen e shërbimit të ri elektronik për blerjen online të biletave për muzet, kalat dhe parqet arkeologjike të vendit. Nëpërmjet spoteve të prodhuara, Ministri i Kulturës Blendi Gonxhe jo vetëm tregonte hapat që turistët duhet të ndiqnin për posedimin e një bilete, por nga sa i deklaronte, ata do të përfitonin edhe një eksperiencë më të shpejtë dhe moderne për vizitat kulturore në vend. Për të marrë një bilet, edhe një turist i huaj duhet ta blejë atë nëpërmjet portalit qeveritar i Albania, një portal që në të shumtën e rasteve turistët as nuk kanë ndjeni për ekzistencën e tij. Zyrtarisht, Ministria e Kulturës thotë se deri më tani, numri i biletave të pronotuara online është vetëm 3754. Dokumentet tregojnë se tenderi për biletarin online është zhvilluar në janar të vitit 2025 dhe fituese është shpallur Advanced Business Solution, kompania në pronësi të Gerond Meqes, aksioneri kryesor i disa kompanive teknologjike në vend, por edhe i përfshirë në hetimet e prokurorisë së posaçme, mbi tendrat e Agjencisë së Informacionit, institucioni që menaxhon paratë e investimeve teknologjike. Hetimet e prokurorisë kanë zbuluar se procedurat e ndjekura nga Akshi për këtë tender thuajse kanë qenë fiktive, jo vetëm duke ndryshuar kriteret gjatë procedurës, por edhe duke përfshirë në procedura tenderimi kompani fantazëm, me qëllim shpalljen e fituesit për këtë tender kompaninë e Gerond Meqes, kompanitë të cilit fitonin pjesën më të madhe të tenderave të Akshit. Institucionet refuzuan të përgjigjen pyetjes së shteg, sa justifikon shumën e 214 milion lekëve numri i biletave të porositura në Albania. Por më shumë se sa llogaridhënia, pyetja që lind është: kujt po i shërben realisht platforma që kushtoi miliona lek dhe apo përdoret ajo për të promovuar trashëgimin kulturore, apo thjesht u përdor si një projekt që hetimet e prokurorisë po tregojnë se paratë e këtyre tenderave përfundonin tek kompanitë kliente të qeverisë.